Në fshatin Bradash të Podujevës, Fexhirie Kaçandolli na mirëpriti me një buzëqeshje dhe aroma të shijshme që mbushin shtëpinë e saj. Ajo hapi jo vetëm dyert e kuzhinës, por edhe të zemrës, duke na ftuar të gatuajmë së bashku dhe të zbulojmë pasionin e saj për ushqimet e vjetra shqiptare dhe histori të ndryshme nga jeta. Përshëndetje. Ajlo. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që ki pranu sot na me qenë pjesë këto me juve, me bo flisë së bashku. Faleminderit shumë prej teje. Faleminderit edhe për juve që keni gjithë kohë dhe një ardhë. Ju përshëndes. Qysha ka fillu kë pasioni yt për gatime tradicionale? Kjo ka fillu prej nanës tam. Po. Era me të pas shpirti ajo ka vdek. Ajo kanë shumë një gru shumë punëtore. Unë jam aja që jam kanë zakonisht gjithë masajna edhe shumë i kom trashëgu. Kështu që e kam shumë habi prej nanës. Cili është një ushqim që të kam bejt pak ma shumë kështu prej nanës, që u koni preferumi i saj që të kam mësuar? Prej nanës e kam flijat, zakonisht pitët, katmirat kështu që shi bojmë na në katon, edhe baklavat. Kështu ka edhe gjella dhe sene tjera, po ka brumat më shumë i kom trashëgu nanën. Prej nanës. Okej, apo më tregon ti mu tash qysh me boni një fli bashkë me ty, se është hera e parë për mu që po bëj edhe në ushqime tradicionale, edhe të bëjmë së bashku. Po, i është problem shumë letë është. Okej. Veç adon. Po, pa tjetër për që ata dhe po kom qetë me provu. Hajde. Hajde, ape bëni arte, ma ndi i vazhdoj edhe one. A është e vërtet edhe që thojmë për ushqime tradicionale sa ma shumë që jo mbeo maza e këto del edhe ma mira, me ndonë që... Po, shumë e vërtet. Unë e boj edhe në Prishtinë në flija me porosi zakonisht, për e të rrymës, po kur është me mazë të katunit, lopës po menoj, nuk mënesh me dalu pëse nuk është mesaq, po mesaq është dhe lezeti i flisë. Kështu ta mon fli mesaqën katun, kështu që edhe shijan, edhe ka një knajtësi. A kete edhe ndonjë habi tjetër përveç gatimeve që e bën? Po, ne kom habi profesionin, jam frizere. Për ndryshe ato adhuroj shpirtin e kështu. Po edhe këto ushqime tradicionale nuk i lo anash absolutikisht për kur gjë. Qysh e gjenë kohën te për dy ata, është e vështirë? Zakonisht flijat edhe këto ushqime tradicionale kur i ka me porosi, kombinona me klienta, e kuptojnë këtë rast. Zakonisht i lojna terminet nëse diçka është shumë, vish na i fenerim, monet me dështu, se na i premje, shatër, frizurë edhe këto, i kushtoj edhe asoj kohës, e gjej kohën. A keni kliente që porositin dhe ushqime tradicionale, po vinë edhe atë ka ndimu kjo pjesë ko gjashëm? Valla, po, se unë e kom fillu me ajvar dhe të ushia pi klientave të lokalet. Edhe unë e visha në katon mi pregadit, motrën e lejsha në lokal, edhe zakonisht thojshen, atë mi për mu i kalëzik e motrat, anaj kur vishën, ma vishën pse poshtër s'po na bjen bredo, edhe të ja u pru, të e kërku kanë fillu, krejt unë e kom pi klientave të salonet, porosit që i bëj. Edhe më shumë i knashën, i falenderoj edhe klientët, i falenderoj komplet familjen, se më përkrajnë shumë, si burri, si fëmija. Sa merë ku, për shambull, për me bu një fli, atë merë ko gja ko është, mundim a e bën gjithmonë me qef, apo ki ndonjë moment që edhe pritan? Gjdo herë me qef e bëj, se unë për vetë jem shumë aktiva. Po. Kështu që unë e katunin adhuroj shumë. Edhe veç pak puna, se për ndryshën e katon jetoj pa asnjë problem. Po. Se tash edhe në katon jën kushtet, po, vërtet. Kur do në shkon qytet. Po qytetin së ndëroj, këto katunin me qytet së ndëroj. Kur ke qenë fëmi, që do konë ushqimi ti preferum? Ushqimi jem i preferum, nana o kanë shumë punëtorët. Tregova njët ajës në kanë shu njeve me shku në shkollë pa hangër ushqim. E adhuroj për sheshin me tamël. Besoj që dhe sa dhe kam atë shien e nanës kur ne ka bo. Për shesht kalamajt, mëngjez, po edhe këtu trajtit krejt. Çka mendon për këto ushqime tash moderne që janë, apo mendon që ju janë haru pak edhe këto ushqime tradicionale, është keq, është mirë? Unë për veti e kam 3 fëmijë edhe kam nusën. Zakonisht për vikend, çdo vikend vinë sa ta punoj, nuk kanë kohë. Edhe sa të më ju thëmë, ju kisha lut, vod, jath, speca, ose diçka në shpe hani më sani jashtë. Jashtë sa ma pak me hangër. Ushqimi ndikon shumë me shëndet,
dhe për energji pozitive. Po, e vërtet. Unë mendoj që ashtu. Bravo! Wow! Tamam. Çdo recetë që ajo përgatit është më shumë se një ushqim. Është një rrëfim i gjallë që bart kujtime familjare dhe trashëgimi kulturore që kalon brez pas brezi. Kjo është dëshmi se gratë shqiptare vazhdojnë të ruajnë tradita duke mbajtur gjallë shijet e hershme me pasion dhe dashuri të thellë. E tash flia është gati, jena tu e pre edhe kena me qitë me për pjata edhe me provu. Tash ka ardhur momenti me provu flinë që e kena përgatit së bashku, nëse moj me thonë se pak edhe unë e mora pjesë në këtë gatem. Një po ke marrë pjesë shumë mirë. Bravo. Faleminderit. Lumshin dur. Faleminderit. Faleminderit që keni gjetë kohë keni më ardhë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit e prej teje, se ma ty flima atë mirë nuk pas na hungër. Faleminderit shumë. Dhe që bëftë mirë, faleminderit. Faleminderit.